Ne vendosëm që 100 ditë të parat të kemi vendosur minimumin jetik. $6.3 euro në ditë. Është I kalkuluar nga ILO dhe avokati I popullit. Kjo është vlera e cila quhet jashtë varfërisë ekstreme. Varfëri është, por jo ekstreme, se ekstreme është ajo që nuk të garanton as minimumin jetik dhe me këtë paket të 200 eurove për çdo pensionist, për çdo të papunë, për çdo njeri në ndihmë ekonomike, për çdo student me bursë, për çdo fëmijë jetim me një prind, ne përjashtojmë varfërinë ekstreme nga Shqipëria. Në vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk ka varfëri ekstreme. Pse nuk ka? Sepse japin. Sepse disbursojnë para. Dhe u garantojnë sipas nivelit, secili vend garanton një pagë në të cilën nuk merr asnjë qytetar. Unë dala këtu se ju e kuptoni më mirë se çdo thot minimum jetik, minimum për të jetuar, kaq është. Gjerë këtu është rrokullis vendi. Në këtë shkallë, kur 21% e fëmijëve nuk marrin dot 3 vakte në ditë, do të thotë se sirenat e urisë bien në qindra mijëra familje shqiptare, në 10 mijëra familje shqiptare. Projekti ynë I Shqipërisë madhështore parashikon një transformim tërësor të arsimit dhe të shtetësisë. Spari nuk ka udhëtim drejt Europës me standardet më të ulta, me standarde të 56 viteve më parë, të 65 viteve më parë, më falni, të numrit të mjekëve për popullatën. Shqipëria, shteti, nuk disponon një PET scanner. 3 akseleratorët janë që u morën 2013 janë të 3 jashtë funksioni. Jo se nuk rregullohen, por se mafia, armikja më e egër e bluzave të bardha dhe të smurve. Kjo mafje nuk I rregullon ato, sepse donë që shqiptarët të shkojnë të paguajnë tek privati. U premtua shëndetësi falas. A e dini ju që Instituti Zyrtar I Statistikave, që kontrollohet nga qeveria, njoftoi një javë më parë se shqiptarët paguajnë në vit 820 milion euro për kujdesin shtetësor nga xhepi I tyre. 820 milion euro. Që të gjitha bazë korrupsionin.